Me të drejtë mund të ngritet ky shqetësim sepse është bërë një praktik qofte mos respektimit të afateve, qofte edhe e veprimeve në shpërputhje me kushtetutën e tentativë, pastaj për të gjetë justifikime të çfarë do qofshin ato, siç me sa pa reagimin e zotit Basha, po që në ditët në vazhdim mund të ketë edhe këto reagime në drejtim të gjetjes së finesave të vogla edhe me rastin e publikimit të aktgjykimit. Megjithatë, e rëndësishme dhe kruciale është që ky janë thekse të dispozitivit të atij që në fakt është i natyrës konstatuese dhe urdhëruese për se si të veprohet në të ardhmen. Prandaj unë jam optimist që përkundër kësaj retorike që mund ta kemi në ditët në vazhdim, në instancë e fundit pres zbatim të aktgjykimit, sepse në instancë e fundit në rast se do të ketë veprim ndryshe i bën shpërputhje përkatësisht shkelje kushtetutës dhe potencialisht mund të vijë situata që palët e autorizuar mund të ridergojnë çështjen në gjykatë kushtetuese dhe rrjedhimisht të mos kemi konstatojmë të kuvendit gjë të cilën natyrisht që nuk do dëshiron të ta kishte askush, aq më tepër kur lihet parasysh fakti që jemi në limite të fundit të kohës për sa i përket me theks veçantë mbi të gjitha çështjes së buxhetit, i cili është i natyrës jashtëzakonisht urgjente, por natyrisht edhe çështjen e zgjedhjes së presidentit, sepse në instancë e fundit duhet sipas kushtetutës në 86 procesi i zgjedhjes së presidentit duhet të përfundojë jo më vonë se 30 ditë nga përfundimi i mandatit të presidentes aktuale. Po. Dhe tani pyetja është kështu se ju desht krejt kjo le të themi fiskultur vetëvendosjes vetëm sa për ta justifikuar veprimin para elektoratit të vet, sepse me të vërtet është paralajmëruar nga njësit e kushtetuesës se nuk ka rrugë tjetër dhe do rezultojë si e tillë. Pavarësisht kësaj, ata kanë vazhduar duke justifikuar veprimet se po përpiqen të ulin madje ndikimin e Serbisë jo të komunitetit sërb për brenda institucionit, por ndikimin direkt të Serbisë në kuvendin e Kosovës, pra duke mos i lënë hapësirë listës serbe në më shumë hapësirë në kuvend, kështu po mundon ta ulin ndikimin. Dhe krejt kjo për të justifikuar apo çfarë do prodhojë si veprim politik? Dy një që është vërtetuar tashmë, është që me këto veprime është rrit ndikimi i listës serbe. Dhe nuk ka ra për tej më pak se sa 9 deputeta, po 10 sa i takojnë, nëse shohim kështu në maksimumin, i bie gati se 100%. Donë është nuk ka pasur veprimet e qeverisë, veprimet e lëvizjeve vetëvendosje nuk e kanë ulë, nuk e kanë zbe ndikimin e listës serbe për më shumë. Paka shumë i njëjtë është edhe me vetëvendosjen. Edhe besimi tek vetëvendosja nuk është ulë, pavarësisht krejt kësaj periudhës bllokadës. Për qëllime të efekteve elektorale është prodhu dhe tek lëvizja vetëvendosje, por nuk do thotë që është prodhu vetëm për shkak të veprimeve ndaj listës serbe në kuvendin e Kosovës. Ajo që është e vërtetueshme është po, edhe vetëvendosja është rrit, por nuk vetëm për shkak të listës serbe. Por lista serbe është rrit vetëm për shkak të veprimeve në kuvendin e Kosovës dhe veprimeve, si më thonë, veprime mekanike dhe jo veprime të cilat janë, si më thonë, proceduralisht në rregull, që kishin këtë parti politike për shkak të veprimeve dhe lidhjes me Banjskën, ta heqnin nga gara. Pra kjo është e vërtetueshme. Në ndërkohë cenimi këtyre garancioneve veçanërisht në përfaqësim, në tentimin përmes fiskulturave kështu politike dhe jo ligjore, veprimeve ligjore, kanë me bë që me pas kërkesa nga bashkia ndërkombëtare, garanci të tjera shtesë në asociacionin e komunave me shumicë serbe. Se për te kushtetutës nuk ka çfarë garanci shtesë të jepen. Pra ju thoni që aty do të përkthehet kjo. Po nuk ka ndryshe, sepse si mund të mos përkthehet kur në një organ kolegjial siç është kryesia e kuvendit, me jo shumë përgjegjësi, në kuptimin përgjegjësitë natyrës administrative, edhe aty të cenohet. Ose cenimin në përfaqësim në ekzekutiv. Nuk ka shkuar rasti në gjykatën kushtetuese për zotin Nenad Rashiqi atëherë kur ka ndërheqje, cili ka qenë ai ministri Goran Rakic apo, kur ka dhënë ndërheqje dhe kur e emëru ky pa konsultim me partinë nga lista serbe që vjen nga kuvendi.
dhe atëherë të ishte dërkuar në gjykatën kushtetuese, edhe atëherë do të ishte rrëzu ai emri i atij ministri. Dhe ka pas, po them, veprime të cilat mundet me qenë në kërkesa të serve lokal edhe të serbis në tavolinë kur do të bëhet fjalë për asociacionin ose statutin e asociacionit me komunave me shumicë serbe. Dhe këtë pasaj do të mund të vije edhe kërkesat që vinë nga bashkësia ndërkombëtare, të cilat pasaj ne ata nuk do të heqin dorë dhe do të insistojnë që ato të jenë në krye të këtij dokumenti. Po urna, nëse mundem, për korektësi, lista serbe nuk është rritur, ka mbetë ajo që është. Biles në zgjedhjet e shkurtit është zvogluar. A ka qenë synimi më zvogluar? Jo detyrimisht. Por mua mendoj që ka qenë ideja e izolimit të tyre në kuptimin që mos të kenë asnjë funksion shtetëror në këtë vend. Kjo ka qenë tendenca. Jo detyrimisht rrëzimi tyre elektoral, pasi që funksionet shtetërore ato publike, ato të në kryet janë presidenti, kryetari i kuvendit, kryeministri. Ata që janë lokomotiva. Po, mirë, po flasim për asnjë pozitë publike. Nuk po flasim për pozitat larta se nuk i marrin ata. Po flasim për idenë që vetëvendosin këtë rast më e zëshme, mirë po dhe parti tjera nuk e kanë disponimin që të vendosin njerëz të listës serbe në pozita Parti tjera nuk e patën disponimin apo ju friksuan gjykimit të publikut, sepse e dim fare mirë se debati pastaj, Artan të kujtot me siguri se debati eskaloi dhe u banalizua deri në ata që nuk e votonin Rashiqin janë tradhtar. Ajo ka qenë tepër. Atash është përdorur nga partitë politike për sulme të ndërsjella në mënyra të ndryshme kjo. Ajo është evidente, kemi pa të gjithë, do thotë është banale të thuhet që nëse dikush nuk e voton në Rashiqin nuk është patriot ose nëse dikush. Po Teria ty shkoi se narracioni po ndërtohet i tillë. E di që shkoi, po tash çka të themi, diçka që ka kaluar, shpresojmë që mos ndodhen të ardhmen. S'kem çka të themi tjetër. Mirë, po ajo që është fakt është po ashtu që këto tendenca nuk kanë qenë të drejtuara nga Komiteti Serb, mos t'i përzim gjanat. Këto tendenca kanë qenë ndaj listës serbe si një subjekt i cili edhe ta shitutje është dorë e zgjatë e Serbisë. E dim gjithë politikisht është dorë e zgjatë e Serbisë. Ata i marrin urdhrat nga drejtori i zyrës për Kosovë në Beograd dhe i implementojnë në Kosovë. Është fakt. Nuk është, asha tash e thëm, as nuk është diçka që thot një parti politike. E themi që të gjithë. Edhe tendenca për me izolu... është edhe përfshirja në kryetarit të këtij subjekti politik në... Përveç asaj kemi sulmet, hajda aty thojnë jemi distancua, nuk është më në strukturë, e tjera. Mirë, po mos të harrojmë që lista serbe është instrument i qeverisë serbe dhe qeveria serbe në çdo procedurë në këtë vend ka pasur ndikim direkt në votuesin serb. Edhe dim për fakt edhe këtë e kemi pa dhe në zjetë e fundit, që ka pas shumë denoncime, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga strukturët e sigurisë këtë vend, që ka pas metodat ndryshme